Kjo grua përdori uthull molle çdo ditë dhe pas një jave nuk e besoi rezultatin. Kur të zgjoheni në mëngjes, do të zhduken në dhimbje të barkut dhe të lukthit, por edhe era e keqe. Nivelet e larta të sheqerit pas ushqyerjes për pak kohë do të jenë gjithashtu edhe në gjendje më të kontrolluar. Cilësitë e mira që mund të ofrojë uthulla e mollës mund të bëjnë vërtet të ndryshime në përditshmërinë tuaj. Mirë po, ekzistojnë edhe ato që nuk janë edhe aq të njohura. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Dëgjoni me vëmendje përfitimet kryesore që do të merrni nëse shtoni uthullin e mollës të tretur në ujë në përditshmërinë e recetave tuaja. Ato do të ndikojnë drejt për së drejti në një sër aspektesh të shëndetit dhe do të mbajnë larg komplikacionet e tij. Nëse ndjeni uri para gjumit vazhdimisht, mund të përdorni uthullin e mollës. Duke u bazuar në shumë thënie dhe studime, obeziteti është i lidhur ngushtë edhe me gjumin e dobët. Sa më shumë në peshë të ketë një njeri, aq më shumë probleme me gjumin do të ketë ai. Uthulla e mollës ka aftësi shumë të mira të luftojë gjithashtu grumbullimin e dhiamit në zona të ndryshme të trupit dhe të luftojë gjithashtu oreksin. Uthulla e mollës përmban pektin që relakson trurin, kështu që kur ndjeni uri përpara se të flini, hiqni duart nga çokoladat dhe përzieni një lugë çaji uthull molle në një gotë me ujë dhe konsumoni atë. Rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet mbreslënse për shëndetin tuaj dhe do t'ju lehtësojnë në këto komplikacione. Uthulla e mollës është një përzgjedhje shumë e mirë edhe kundër dhimbjeve të fytit. Bakteret përgjegjës për dhimbjen e fytit nuk mbijetojnë dot në ambientet ku përdoret uthulla e mollës. Kjo për shkak të komponentëve të shumtë ushqyes që ajo përmban. Përfitimet të tilla të uthullës së mollës mund të bëjnë ndryshime mjaft të mira edhe në lehtësimin e këtyre komplikacioneve, citojnë ekspertët e Healthline. Uthulla e mollës do të jetë gjithashtu një lehtësuese shumë e mirë kundër lemzës. Uthulla e mollës stimulon nervat përgjegjës për lemzën, gjithashtu edhe shijimi i uthullës do të qetësojë nervat e lemzës dhe do ta lehtësojë atë deri në zhdukje. Një lugë çaji uthull molle tretur në një filxhan me ujë, sigurisht që mund të jetë një ndihmë shumë e mirë lehtësuese në rast se ju kap lemza pa pushim. Çlirohuni nga undët e zëna duke përdorur kështu edhe vetitë e uthullës së mollës. Uthulla e mollës është e pasur me nivele të larta të magnezit, kaliumit, vitaminës B1, vitaminës B2, vitaminës A, vitaminës E, të cilat pastrojnë mukozën e sinuseve. Duke përzierë një lugë çaji uthull molle në një gotë me ujë dhe ta pini atë përpara se të shkoni në shtrat, rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet mbreslënse. Kështu përfitimet e saj do të jenë mjaft të mira kundër bllokimit të hundëve. Mund të rregulloni gjithashtu nivelet e aciditetit në stomakun tuaj duke përdorur uthullën e mollës dhe vetitë e saj. Uthulla e mollës ka nivele të mira të elementëve ushqyes që mund të rregullojnë aciditetin në stomakun tuaj. Thjesht duhet të përzieni një lugë gjedhe uthull molle në një gotë me ujë dhe ta pini atë. Por përfitimet e saj do të jenë më të mëdha nëse e përdorni jo më shumë se një lugë çaji uthull molle të tretur në një gotë me ujë. Uthulla e mollës do ju ndihmojë të largoni erën e keqe të gojës, gjithashtu edhe frymën e keqe. Bakteret të cilat jetojnë në gojën tuaj mund të bëjnë shkak për këto ndryshime. Siç e tham edhe më herët, uthulla e mollës mund të vrasë bakteriet duke e lënë gojën tuaj më të freskët edhe më të shëndetshme. Ju duhet të merrni një lugë çaji uthull molle përpara se të shkoni në shtrat dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike. Uthulla e mollës do të reduktojë gjithashtu dhimbjet e stomakut. Uthulla e mollës do të ndihmojë edhe ata persona që do të lehtësojë gjithashtu edhe problemet e stomakut. Do të ndihmojë të harroni pagjumsinë gjatë natës që shkaktohen nga dhimbja e stomakut tuaj. Ju nuk keni më probleme edhe me stomakun dhe shtrëngimet e tij, nëse përdorni uthullën e mollës në përditshmërinë e recetave tuaja. Mjafton të përdorni një lugë çaji uthull molle, ta tresni atë në një filxhan me ujë të ngrohtë dhe ta pini atë pak përpara se të shkoni në shtrat.
Kështu përfitimet që do të keni do t'jenë vërtet larmishme në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i uthullës së mollës në përditshmërinë tuaj mund të ndalojë edhe keqtretjen e stomakut. Pagjumësia është e lidhur ngushtë edhe me digjestionin. Uthulla e mollës ju ndihmon kundër problemeve me frymëmarrjen dhe të përzirat në vazhdim. Përzieni një lugë çaji uthull molle dhe mund ta tresni atë në një gotë me ujë. Kështu do të lehtësoni edhe problemet të tretjes nëse e tresni atë në një gotë me ujë të ngrohtë. Do të reduktoni dhimbjet tuaja të gjurit dhe do të lehtësoni këtë komplikacion. Mungesa e kaliumit konsiderohet si një nga shkaktarët kryesorë të këtyre komplikacioneve, siç janë gjithashtu edhe dhimbjet tuaja të gjurit. Për fat të mirë, ekzistojnë receta natyrale të cilat në kushte shtëpie mund t'japin rezultate fantastike në këtë drejtim. Uthulla e mollës është e pasur me nivele shumë të mira të kaliumit, që kanë aftësinë të reduktojnë dhimbjet dhe të rregullojnë gjithashtu edhe balancat për të qëndruar edhe shëndeti juaj më i fortë. Uthulla e mollës është një stabilizuese shumë e mirë e luhatjeve tuaja të sheqerit, dhe si e tillë mund të jetë një ndihmë fantastike ushqyese në rastin tuaj. Duke u përdorur si duhet dhe në kujdesin e duhur mjekësor, uthulla e mollës mund të jetë një nga elementët më të rëndësishëm ushqyes për organizmin. E pasur me element të shëndetshëm, uthulla e mollës do të luajë një rol të mirë për trupin. Përbërësi kryesor aktiv i uthullës së mollës është gjithashtu acidi acetik, që jep asaj edhe aromën e fuqishme. Studiuesit nxjerrin në pas se ky acid është përgjegjës për përfitimet e tij pasi përmban 5 deri në 6% acid acetik. Uthulla e mollës mund të ndihmojë gjithashtu në luftën kundër bakterieve të dëmshme. Uthulla e mollës mund të ndihmojë në vrasjen e patogjenëve dhe disa llojeve të bakterieve gjithashtu. Uthulla e mollës vepron si një ruajtëse ushqimore pasi studimet tregojnë se ajo ndalon baktere si Escherichia coli të rriten dhe të prishin ushqimin. Uthulla e mollës është një ndihmë shumë e mirë për personat që duan të humbasin në peshë. Ulëntimet kanë treguar se uthulla e mollës mund të rrisë ndjesinë e ngopjes dhe përfundimisht mund të bëjë që dikush të hajë më pak kalori dhe të humbasë më mirë në peshë. Sipas një rishikimi, sipas Brightside, ata që morën uthull molle me një vakë që përfshinte ushqime të ngurta, raportuan se ndiheshin më pak të uritur 120 minuta pas ngrënies. Për më tepër, ata gjithashtu ndaluan së ngrëni edhe ushqime të cilat kanë një ndikim të fortë në çështjen tuaj shëndetësore. Uthulla e mollës është një ndihmë shumë e mirë gjithashtu edhe për shëndetin tuaj kardiak. Problemet e zemrës janë një nga shkaqet kryesore të humbjes së jetës, të cilat mund të ndikojnë edhe në shumë aspekte të organizmit tuaj. Uthulla e mollës mund të ndihmojë shumë në këtë drejtim, duke i dhënë trupit të gjithë elementët ushqyes më të rëndësishëm dhe duke lehtësuar kështu komplikacionet e tij. Ekspertët Healthline shtojnë se konsumi i përditshëm i uthullës së mollës do të jetë një nga elementët bazë më të rëndësishëm për mbrojtjen e shëndetit. Prandaj duhet ta përdorni atë në të mirë të dietave tuaja dhe rezultatet që do të merrni do të jenë gjithashtu vërtet mbreslënëse për organizmin. Uthulla e mollës do të përmirësojë shëndetin tuaj të lëkurës. Uthulla e mollës gjithmonë është përdorur si një trajtim tipik për problemet e lëkurës dhe ekzemat, gjithashtu edhe për lëkurën e thatë. Lëkura ka një aciditet më të lehtë nga natyra, megjithatë mund të jetë edhe më pak acide për njerëzit të cilët kanë gjithashtu edhe ekzema. Aplikimi i uthullës së mollës të olluar në ujë mund të ndihmojë në rivendosjen e vlerave të pashit të lëkurës dhe ta forcojë atë, duke i siguruar kështu edhe një mbrojtje më efektive në përfundim. Uthulla e mollës është një përzgjedhje shumë e mirë për të nisur ditën, dhe si e tillë duhet të përdoret në përditshmërinë tuaj. Sigurisht, vlerat dhe përfitimet e saj më të mëdha do të jenë një nga mundësitë më të çmuara për organizmin. Sigurohuni ta përdorni uthullën e mollës gjithmonë në mbikëqyrjen e duhur dhe përdorimet e sakta për të evituar gabimet edhe ndërveprimet. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos e zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.